kur konsiderohet një hua kamat. Kur konsiderohet një hua kamat. Një hua, dhe thëtë, llogaritet kamat, atëherë kur shton diçka nga paret që i ke marrë. Dhe bëhet kjo me marrëveshje. Për shembull, unë ty t'i marr 1.000 euro. Edhe ti më thu që duhet me t'i kthy ty 1.100 euro. 1.100 euro. Apo tradita e vendit është që me t'i kthy 10% më shumë. Kjo është riba. Dhe ka madhe gjë shumë prej gjunave më të mëdha. Prej gjunave më të mëdha. Nëse unë kur t'i kthej ty paret, nga shefi jam vet, ty shtoj diçka më shumë, ty shtoj 200, 200, 300, më ke ndihmu kur kam pas nevojë, Allah është problem, kjo s'ka gjë të keqe. Kjo gjë nuk ka gjë të keqe. Mirë, pas nëse bëhet me marrëveshje nga fillimi, që të shtohet më shumë, kjo është kamat dhe prej gjunave më të mëdha.